Në malet e thepisura të Malësisë së Madhe. Gurët mbajnë mend betejat dhe era flet gjuhën e stuhive. Dini një burr që historia shqiptare nuk e harron dot. Emri i tij ishte Det Gjoluli, një prijës, luftëtar, strateg dhe simbol i lirisë. Ai ishte njeriu që ngriti flamurin shqiptar në Deqiq, pas sheku sheshti, dhe që ndezi zjarrin e pavarësisë. Det Gjoluli, me emrin e plot Det Gjon Lul, Det Vukaj, lindi në nëntor 1840, në fshatin Trabojin të Hotit, pjesë e Sanxhakut të Shkodrës, në Perandorinë Osmane, sot në komunën e Tuzit, Malin e Zi. Ishte djali vetëm i Gjon Lulit, i rritur në një familje që i përkiste vllazërisë fisnike Det Vukaj. Brenda fisit të Hotit, bajraku më i njohur i Malësisë së Madhe. Fisi i Hoti njihej për autonominë, trimërinë dhe besnikërinë e pathyeshme ndaj tokës dhe zakonit. Që fëmijë, Det arritej mes burrave që flisnin për nder, besë dhe pushk. Ishte një vend ku çdo djalë mësonte të qëndronte drejt, të mbante fjalën dhe të mbronte tokën me jetën e tij. Det Gjoluli do të rritej në këtë kulturë të fortë dhe shumë shpejt do të i kalonte kufijtë e një prijesi lokal, u kthyer në simbol të një kombi të tërë. Si i ri, mori pjesë në mbrojtjen e trojeve shqiptare, kundër vendimeve të padrejta të Kongresit të Berlinit 1878, i cili synonte të jepte territore shqiptare Malit të Zi. I mori pjesë në betejat e Plavës dhe Gurëzisë 1879-1880, si pjesëmarrës në lidhjen e Prizrenit. Kjo ishte shkolla e tij e parë e madhe politike dhe ushtarake. Në këtë periudhë, ai u njoh si burr i urtë, por edhe si luftëtar i pamposhtur, e kombinimi i rrallë, karakterit dhe trimërisë. Në fillim të shekullit të 20, Gjon Turqit imponuan politika të ashpra, ndaluan shkollat shqipe, kërkuan dorëzimin e armëve, rritën taksat dhe kufizuan çdo liri të shqiptarëve. Malësia nuk e pranoi. Det Gjoluli ishte në krye të refuzimit, nuk dorëzoi armën, nuk pagoi taksat, nuk pranoi pushtetin e dhunshëm osman. I bashkoi fiset e Hotit, Grudës, Shalës, Kelmendit dhe Kastanit, duke krijuar një aleancë të fuqishme malësore. Kjo aleancë ishte preludi i kryenvitjes së madhe. Në pranverën e vitit 1901, malet gumëzhinin nga krismat e pushkave. Forcat e Det Gjolulit sulmuan pikat osmane në Tuzë, Grudë, Selce dhe Deqiq. Ai u bë komandanti kryesor i kryenvitjes dhe figura më e respektuar e Malësisë. Sipas burimeve, ai bashkoi rreth 3000 luftëtar malësor, duke përballur një ushtri osmane prej 28000 ushtarësh. Kjo përballje ishte pa barabartë, por vullneti i malësorëve ishte shumë fish më i madh se numri. Ky është momenti i pavdekshëm. Pas një betejë të ashpër në malin e Deqiqit, malësorët do të hequr nga Det Gjoluli, çliruan majën Bratil. Atje Det Gjoluli dhe njerëzit e tij ngritën flamurin shqiptar për herë të parë që nga koha e Skënderbeut. Flamuri u ngrit në qiellin e kaltër të pranverës dhe malet shpërthyen me thirrjet "Rof Shqipnia, rof flamur". Ky akt nuk ishte dekorativ, ishte shpallje e ribashkimit dhe identitetit shqiptar. Europa u trondrit nga jehona e Deqiq. Ngjarja u raportua në gazetën ndërkombëtare dhe u bë sinjali i parë i rilindjes së shtetit shqiptar. 2 muaj pas ngritjes së flamurit, më 23 qershor 1911, krerët e Malësisë u mblodhën në pllajën e Greqës për të hartuar dokumentet e njohur si Memorandumi i Greqës ose Libri i Kuqit. Ai u hartua nga Ismail Qemali dhe Luigjë Gurakuqi, dhe u ngërshkruar nga vetë Det Gjoluli. Memorandumi kërkonte autonominë shqiptare, shkolla shqipe, bashkimin e vilajeteve,
administrat vendase. Ky dokument ishte programi I parë modern, politik drejt pavarësisë. Pas vitit 1911, Shqipëria u përball me luftra, tradhti dhe përplasje të tjera të ashpra. Dhe Xholuli vazhdoi të luftonte për mbrojtjen e tokave shqiptare deri ditën e fundit. Ai u vra në 24 shtator 1915 në orosh të mirëditës, I rrethuar nga armiq dhe në një klim të tensionuar politik. Vdekja e tij tronditi gjithë malsinë dhe mbar Shqipërinë. Më vonë ai u nderua me titullin Heroi I Popullit. Dhe eshtrat ju kthyen Shkodrës me nderime të mëdha. Sot dhe Xholuli, njeh si prijes I lirisë, lamërngritës I parë pas Skënderbeut, figura kyçe kryengritjes së malësisë, shtylla morale e kombit shqiptar. Brezat të tërë shqiptarësh e kujtojnë si njeriu që nuk u tremb nga asgjë, as nga perandorita, as nga vdekja. Në historinë tonë ka shumë emra, por pak prej tyre kanë peshën e Det Xholuli. Ai nuk luftoi për famë, ai nuk luftoi për pasuri. Ai luftoi për diçka shumë më të madhe, për Shqipërinë. Flamuri që u ngrit në Dëqiq në 1911 ende valon sot si dëshmia se sakrifica e tij nuk shkoi kot.